Një ngjarje e rëndë ka tronditur mëngjesin e sotëm krye qytetin ku një efektiv i Gardës së Republikës është gjetur i pajet në banesën e tij. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se 42 vjeçari Albert Gadica i ka dhënë fund jetës duke u vetëqelluar me armën e shërbimit. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 7:05 në zonën e rrugës së Dibrës, ku autoritetet kanë konstatuar pa shenja jete 42 vjeçarin, punonjës i Gardës së Republikës. Burime e paraprake bëjnë me dije se viktima është gjetur brenda banesës, ndërsa në vend ngjarje kanë bërritur menjëherë shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave që çuan në këtë ngjarje të rëndë. Kujtojmë se nuk është era e parë që efektiv të forcave të sigurisë përdorin armën e shërbimit për ndërmarr akte të tilla të rënda, duke rikthyer edhe një herë në vëmendje shqetësimet mbi gjendjen psikologjike dhe ngarkesën emocionale të punonjësve të uniformave blu dhe institucioneve të sigurisë. Garda e Republikës është një nga strukturat më të rëndësishme të sigurisë në vend, përgjegjëse për mbrojtjen e institucioneve të larta shtetërore, personaliteteve dhe ceremonive zyrtare. Garda operon shpesh në gatishmëri të lartë, sidomos gjatë protestave, samiteve ndërkombëtare dhe aktiviteteve shtetërore me risk të shtuar sigurie. Në vitet e fundit, Garda ka kaluar edhe procese të shumta riorganizimi institucional dhe ndryshimesh në drejtim. Rastet e vetvrasjeve apo incidenteve me armën e shërbimit mes efektivëve të policisë, ushtrisë apo gardës kanë ngritur shpesh diskutime publike mbi stresin operacional, oraret e zgjatura të shërbimit, ekspozimin ndaj situatave me tension, mungesën e mbështetjes psikologjike sistematike dhe lehtësinë e aksesit tek arma e shërbimit edhe jashtë orarit të punës. Ekspertë të sigurisë dhe psikolog kanë kërkuar vazhdimisht forcimin e kontrolleve periodike psikologjike për efektivët që mbajnë armë, sidomos në strukturat elitare dhe ato të gatishmërisë së lartë. Raportet institucionale të viteve të fundit është përmendur gjithashtu nevoja për trajnime mbi menaxhimin e stresit dhe mbështetjen emocionale të personelit. Ngjarja e sotme ndodh në një periudhë kur strukturat e sigurisë në Shqipëri po përballen me ngarkesë të shtuar operative për shkak të zhvillimeve politike, protestave, aktiviteteve ndërkombëtare dhe angazhimeve të shumta institucionale. Garda e Republikës ka qenë shpesh në shërbim të përforcuar gjatë muajve të fundit, veçanërisht në aktivitetet e nivelit të lartë shtetëror.